Со 27 гласови за, советниците на општина Тетово го усвоија буџетот на општината за 2026. Буџетот ќе изнесува 45,5 милиони евра, од кои на 40% или 17,5 милиони се наменети за капитални инвестиции, според градоначалникот на општината Билјалка Сами. Тој додава дека покрај капиталните инвестиции од јануари 2026 ќе започне услугата бесплатен јавен превоз ветување дадено претходно. Buxhet zhvillimor që parashe ndërtimin e shkollave të reja, rrugëve të reja, pishinave, ujë, kanalizim dhe gjithçka që ka të bëjë për një qytet më të mirë. Dhe me përgatitjet që do të bëjmë ndërmarrja nga janari do të nisë edhe implementimi i këtij premtimi parazgjedhor që qytetarët e komunës Tetovës të kenë transport falës. Од подобро за Тетово велат дека поголемиот дел од капиталните инвестиции веќе биле реализирани пред изборите и дека граѓаните ќе мора да ги платат за работите од 2025 година, а исто така критикуваа и распределбата на 570.000 евра за вработување на, како што рекоа, партиски активисти. Dëgjova se është dikun 4.5 milion euro për dallim prej materialit filestar i cili është 47 milion. Shohim se ka rritje më të madhe në investimet kapitale, dikun 60% më tepër se sa nga viti i kaluar, që është shumë në rregull kur duket në letër, mirë po sipas materialeve që i pranuam, e shohim se janë investimet të cilët janë bërë në vitin 2025 që ka të bëjë me fushatën zgjedhore, i bie që investimet që janë bërë gjatë fushatës zgjedhore tani do t'i paguajmë ne në buxhetin e vitit 2026. Pjesa tjetër është se vazhdojmë të kemi punësime me kontratën e komunën e Tetovës, është një sumë gati 570.000 euro, e cila nëse akumulohet total nga kjo udhëtësi i bie afër dikun 2.5 milion euro të qytetarëve të komunës së Tetovës janë shpenzuar për kontratat e militantëve të партијак. Опозицијата критикуваше дека општина Тетово не инвестира во зачувување на културното наследство на градот, обвинувајќи го градоначалникот дека културното наследство се уништува наместо да се зачувува.